Më pas, shkaqjet ekonomike dhe politika shkombëtarizuese Beogradit do të shkaktonte një val tjetër emigracioni nga ish vendet e Jugosllavisë drejt Europës perëndimore. Shumë prej tyre ju drejtuan Belgjikës, duke mbushur radhët e shtresimit të vjetër. Më pas trazirat e vitit 1997 në Shqipëri dhe lufta e fundit në Kosovë më 1999, që u pasua me çlirimin e më pas me shpalljen e pavarësisë së saj, ishin arsyet e prurjeve të reja të shqiptarëve. Shqipfolësit në Bruksel dëgjuan të flitet për vendin e tyre, të marrin informacion në gjuhën shqipe, pikërisht nga radio e parë shqiptare këtu në Belgjik, që mban emrin Jehona e Shqipes, radio e cila vazhdon të funksionojë edhe sot. Jam këtu me themelusin e kësaj radios, me zotin Sakip Skepi. Sakip, diçka nga fillesa, historia e kësaj radio? Është, si me thënë tani, ne kemi lëvizur shumë nga fillimi deri tani, mendoj se kemi qenë në godin nga godin, edhe përfundimisht kemi ne këtu në këtë godin si përshim ju afër 10 vjet. Edhe këtu kemi qenë shumë mirë, por plani urbanistik era ashtu dhe u deshte që të bëjmë një vend tjetër, po këtu më themi këtu se ka qenë diçka godin artistike, edhe nga ajo që ishte artistike, edhe radio ishte pjesëtare në atë godin, edhe me të vërtet më themi se ka qenë diçka shumë e mirë për radion edhe për ne, sidomos si punojmë këtu. Diçka nga historia e radios, ideja, si lindi ideja për të krijuar të radio? Ideja ishte thjeshta, ishim në ato kohët e pashme, me thënë ato kohët që nuk është mirë t'i përmendim. Ne ishim në grup rinor, doshim me ditur se nga jemi, nga vim, nga shkojmë në një fjalë, edhe mënyra ma mi ishte shprehja. Edhe aty lindi ideja që të krijohet një radio për të shprehu ato emocionet, dhimbjet tona që kishim. Në çfarë emocionit këtu? Këtë ne e kemi jetuar në FM, dhe me thanë në FM, por çuditërisht FM është gjithmonë lokale, por bashkëdhetarët tanë bëshin një punë më tepër se edhe e regjistroshën dhe transmetoshin në radiot e tjera, kështu që mborin një dimension shumë komunitar. Ruani të njëjtën valë transmetimit dhe sot? Po, edhe sot, po. Sot tani kemi edhe internetin, kështu që është na lehtëson shumë më tepër. Në çfarë valë transmetoni? Në FM 105.4 MHz. Grupin tonë kishim ca piktor, të cilët i dhanë një atmosferë artistike të studios. Me të ka qenë diçka shumë e këndshme. Unë kam kaluar dhe... Ruani diçka nga ajo studio? Kemi ca foto, do të transmetojmë edhe kemi xherime nga ajo studio. Ka qenë diçka shumë e këndshme, edhe unë sa herë si kaloj këndej e kujtoj këtë me shumë nostalgji. Javën e kaluar, sot emision të posaçëm për Kosovën dhe ngjarjet e fundit në Kosovë. Jeni në dëgjimin e emisionit Jehona e Shqipës, e pra ndëgjues të nderuar, edhe njëjtë theksojmë se sot në emision të posaçëm për ngjarjet në Kosovë, sot nous avons un service tracing au niveau de la Croix-Rouge. Les gens peuvent prendre compte d'amitié que les frontières doivent tomber, les cœurs doivent s'ouvrir. Alors
Roli i saj do të jetë shumë fisht. Brenda komunitetit shqiptar të Belgjikës, Radioja Jehona e Shqipes u kthye në një institucion kulturor me interesa të qarta kombëtare, duke bashkërenduar të gjitha fraksionet ekzistuese të kohës. Jehona e Shqipes ishte dhe mbetet organizatore dhe iniciatore shumë aktiviteteve dhe manifestimeve në interes të çështjes kombëtare, që në fillimet e saj u përpunua një platformë kombëtare dhe gjithë përfshirëse, duke i dhënë prioritet absolut bindje se ky mjet informimi duhet të qëndronte i pamvarur. Në këtë mënyrë, Radio Jehona e Shqipes nuk përjashtoi asnjë fraksion agrupim veprues mes komunitetit në atë kohë, përkundrazi, u bë zëri i të gjithëve duke luajtur edhe rolin e bashkimit të komunitetit. Shqipës, emisioni i radios Jonës së Shqipës, emisioni Shqiptarëve të Lirë, ju flet për çdo të diell në fart FM 105.4 MHz nga ora 15 deri në të kësaj radio dhe si funksionoj ajo? Jo, kjo është një pyetje me vërtet më shumë interes për mua, për shkak se i thënë 25 vjet radio në Mergat. Kështu qëllimi i krijesës së një radio në komitetin ton të asaj kohe ishte së pari ishte diçka një pikpyetje me veten time për mu identifikua unë se nga vi kush jam edhe ku shkoj. Për shkak se në atë kohë shteti jon ati shtetin ne që i përkasim, që e doshim shumë, ishte i mbyllur edhe na kishte përjashtuar. Edhe kjo ishte një mundësi të shprehjes, më u shpreh me vetën tonë, me ditë se ku shkojmë, ku jemi, çfarë kulturë kemi, nga vim, edhe e filluam kështu. E filluam me një grup të rish, të asaj kohë, që e doshim shumë vendin tonë, doshim me tregua edhe komuniteteve të ndryshme, edhe Belgjikës, që edhe ne kemi një kulturë, kemi një identitet, edhe dim ta shfaqim, edhe dim të integrohemi në këtë sistem, në këtë jetë ku jetoshim në Belgjikë. Ishte një radio që kishte thjesht qëllim ruajtjen e traditës, të kulturës së dokeve, apo kishte dhe synime politike? Patjetër që një krijesë një radio, sa do të ishte kulturore, ajo do të lidhej patjetër me politikë, për shkak se sistemi ishte i tillë që Shqipëria duke qenë e izoluar komplet, edhe në ngjarjet si ndodheshin në Jugosllavinë asaj kohe, domethënë me situatën në Kosovë, ishte e pa evitueshme politika në radio. Edhe radio luajti një rol, e ndërtyti një rol të veçantë, për shkak se nga informacioni një, mos ta harrojmë se atë kohë ishte diçka çdo gjë e mbyllur për informacion, edhe me gjithë ato praktikat tona që më u lidh sa më tepër me pas informacionet nga agjencitë e huaja, sidoqoftë ishte i paktë informacioni, po ishte shumë i nevojshëm për komunitetin tonë këtu. Pastaj nëpërmjet radios ashtu e filluam ne, edhe pastaj ngjarjet shkuan duke u zhvilluar në Jugosllavinë asaj kohe, edhe kishte nevojë komuniteti për një zant të lirë, edhe për t'i bashkuar, për t'i rrethuar njerëzit, kështu që ne filluam atëherë me manifestime, me çfarë kulturore, domethënë e filluam që të ecim përpara dhe të identifikohemi. Lidhur me Shqipërinë, çfarë informacione jepni? Lidhur me Shqipërinë ka qenë shumë vështirë, sikur thash pak më parë, për shkak se unë i krijova ato burimet e mia të informacionit me agjencitë e huaja këtu u lidha, edhe çdo gjë që ato kishin si informacion për Shqipërinë, sidomos agjencia franceze asaj kohë AFP, më dërgote edhe me anë të faksit, më dërgote, kështu që ishin ato informacione që Shqipëria jepte në sferën sa ato si interesoshin saj, por ne kishim edhe disa burime të tonat, të cilët ishin ato burime më të politike, edhe ne i mishim pak me rezervë ato burime të informacionit që vishin nga politika. Pse? Pse tash politika është politikë, sidoqoftë ato boshin politikën e tyre. Me fjalë për politikën në Shqipëri, për informacionet këtu. Jo, kishit ndasi brenda për brenda këtu komuniteti shqiptar? Ja, komuniteti shqiptar këtu, kupton, na jepte informacione për lidhur me informacione politike ato.
ishte në interesin e tyre, kështu që ne ato ishim me pak rezervë, po si që mundoshim si me pas informacione sa ma të shëndosha. Por fatmirësisht ajo ishte diçka që gjërat filluan të shpejt duke u kthyer në rrugën tonë, mund të themi, edhe atëre informacionet ishin edhe më të freskëta. Ju ishit nacionalistë pastër. Ne ishim, po, mund të themi fjala që fjalë si tillon shumë sot, por në atë kohë ishte diçka, ishte krenari me qenë nacionalist. Edhe mendoj që na ka frymzuar dhe na ka mbajtur të gjallë, edhe duke e pasur ata, mund të themi në sens, e kemi luftuar dhe asimilimin. Kështu ka qenë një luftë edhe për ne shumë e ftohtë dhe shumë e vështirë. Pra, dije kundër komunizmit, sot kundër asimilimit. Komunizmi kemi luftuar se nga sistemi i tillë që ishte i vështirë dhe diktatorial dhe e dishim se njerëzit vujshin atje dhe do të ishte më mirë me sistem të lirë, edhe kur u ra ai mund të themi muri turpit për Komintern, për ne ishte një fitore e madhe. Edhe dëshmuam se rruga jonë ka qenë rruga e drejtë. Sot asimilimi këtu mendoj me ardhin e valës së dytë të tretë të mergjimtarëve nga Shqipëria, mund të themi se sot këtu në Bruksel asimilimi rrut shumë më tepër për shkak se ka shumë qerdhe kulturore si organizohen shqiptarë takon më shpesh, Shqipëria është e lirë, televizori lu rolin e vet. Me thënë si sot është më lehtë për të ruajtur gjuhën. Për të ruajtur gjuhën edhe kulturën. Padyshim, ka qenë shumë vështirë me një kohë. Sot jemi fatmirësisht sot jemi mirë. Radio Jehona e Shqipes kishte një rrjet të gjerë bashkëpunëtorësh, mandej edhe për te kufive të Belgjikës. Një prej tyre është edhe nipi mbretit Zog, Skënder Zogu. Zoti Skënder, ju keni qenë një nga bashkëpunëtorët e parë të Radios Jehona e Shqipes. Si punonit në atë kohë? Mund të na tregosh diçka, sepse ju qëndroni në Francë. Unë si shumica bashkëpunëtarët tonë, përpara se të takohem me zotin Shakip Skepin, që i ka ba një punë mrekullueshme për 25 vjet, kam bashkëpunu me bashkëpunëtarët tonë në Australi për radion Zëri Shqiptarëve. Drejtuesi ka qenë në atë kohë Hikmet Dreu, edhe radio Zëri Adheut në Amerikë, ku ka qenë zoti Rasim Sina. Unë personalisht nuk jam gazetar, kam qenë kryetari zyri shtypit të oborit mretnor, kam marrë pjesë me posibilitetet e mia, kam përkrah, kemi vazhdu në për manifestime për shlirimin e popullit shqiptar, për shlirimin e Kosovës. Neve lajmet i merrshim më tepër nga Radio Europa Lirë, Europë Libre, si i thejshëm. Merrshim lajmet, kishim një kushëri, kishte nipi mbreti Zog, komandanca Hysen Doshishti, a ka punu për atë radion, e ne merrshim ata lajmet, e ne AFP-a kishim lidhjet mirë. Kur vinte mbreti Leka në Francë, AFP-a gjithmonë çonte një gazetar e merrte lajmet tonë, e ne na jepte disa lajme tjerë. Po neve vazhdimisht shpirtnisht ishim me popullin shqiptar, kemi vujt më pak se ju. E ne sot jemi krenar që Kosova ka 2 shtetë shqiptar, edhe kultura shqiptare ka qenë gjithmonë përpara, e aktiviteti më i madh radios Jehona Shqipes ka qenë kultural, social, e ne kombëtar. Neve po majmë atë moton, Adheu mbi të gjitha, jemi këtë shqiptar, jashtë Adheut, brenda Adheut, e jam shumë i lumtur sot me gjendë këtu. Në 25 vite aktivitet, në një qerek shekulli, ka shumë për të thënë. Në këtë përvjetor të radios sonë, bashkëpunëtorë e dëgjues së saj, jemi mbledhur tu për të ndarë mes nesh disa nga momentet kyçe në historinë e saj, që pa më dyshje mund të them se Jehona e Shqipes ka luajtur rolin e një institucionit mirëfillt kulturor të identitetit shqiptar. Shprehet kështu një ndër bashkëpunëtorët e ershme Kimete Basha. Kontributi juaj, diçka rreth radios, hapat e parë të radios? Jo, kontributi im ishte i thjeshtë. Unë ishim e jam gjithmonë gruaja e Idris Bashës. Idrisi më ka mësuar që detyra ime si shqiptare ishte me shërby.
me dhanë atë që kishim me dhanë. Qa kishim me dhanë? Kishim me dhanë zemër mirë, bujari, I preqim dhe gjitë të shpeja, bojshim darka, dreka, pregatitshim emisionin e arshëm. Ishte një kokë shumë e gëzume, edhe ishte edhe kontributi ishte që ishim gru, e vetmja në Bruxelles, që I guxonte në fakt në atë kohë, me dalë në një shesh publik e me folë, po kishim edhe pështetjen e burit tim. Idrizi ka qenë disa vite dhe ambasador. Ka qenë 3 vjet ambasador, ishte një kryelësi e madhe për ne, ishte një moment shumë emocionale për ne, me përfasu Shqipërinë në Evropë, e në Belgjik një vend që na kishte pritë, që na kishte ndihmuar. No, ishte një kohë shumë e bukur në fakt. Roli tuaj në radio, cili ka qenë? Ishim më tepër ishim ajo që vinte bonte poezi, shprehshim poezina, të organizojshim programet me djem që ishin atëherë të ri, se 25 vjet përpara jemi të folë, edhe unë ishim më e re. Ishte organizimi por emocionit, bashkëpunimi me Sakipin, me pak teknik, po nuk ishim shumë e zoja. Prandaj me dhanë mu rolin me organizu emisionet. Na një herë me folë, po sikur e shifni vetë, Shqipja ime nuk është ka që pasur, edhe më vinë të turë me folë në publik. Megjithatë, Shqipja juaj më duket e këndshme, e bukur. Faleminderit shumë. Cila është prejardhja juaj? Prejardhja jeme është jam gjysë kosovare, gjysë prej Skraparit, bashkë në jug të Shqipërisë. E sikur thoshim zotnis, jam në vetvedi jam Shqipnia etnike, I bashkoj dy anë të Shqipërisë, po. Babaj ka qenë nga Mitrovica, nëna nga Skrapari. Babaj ishte Gjelal Bej Mitrovica. Ishte njëri me kulturë, me edukat, kishte studiu jashtë Shqipërisë, jashtë Kosovës. E nana ishte prej Skraparit, po ka lindë dhe ka jetu jashtë Shqipërisë. Ju lutem shumë, I bëj shumë të fala shokëve e miqve që kemi në Shqipëri, I përmend shpesh, I kujtoj shpesh edhe I du shumë. Kanë kaluar plot 25 vjet me lajmin, nga Shqipëria izoluar komuniste në rënien e diktaturës, nga Kosova në Serbi në shpalljen e pavarësisë së saj, nga problemet e identitetit kulturor të komunitetit shqiptar të Belgjikës e gjerë tek problemet e integrimit në epokën e globalizmit. Kam kontribut me disa kronik, prezentime libre me teme shqiptare, libre botu në gjuhë freng ose italisht, per nder për zotërisë Sakip, se ka bërë një kontribut jashtë zakont për komunitet shqiptar në fakt në Belgjik për diaspora, sidomos në kohë para demokraci, ku Shqipëri ishte mbyllë, s'kishte një farë në Europian. Me këtë kontribut im I vogël me disa tjerë, kem kriju një imazh ndryshme në fakt për diaspora shqiptar, për popull shqiptar, për imigracion shqiptar këtu në Belgjikë. Cili është aktiviteti tuaj aktualisht në Belgjikë? Unë tani në fakt punon në Bashkia e Bruxelles, në një kabinet të zemën kryetare bashkie për ndërtim publik, për këtë aspekt. Përpara kam punu 7 vjetë në Senat e Belgjikë. Kam qenë sekretar të një senator, se ka fitur tani një mandat si prefekte për një provincë belge. E kam krye shkenca politikë në universitet këtu në Bruxelles. E se ka linë në Bruxelles normal. Nëse I riktheheni radios, keni pasion, dëshirë? Apo jeni shkëputur përfundimisht? Jo, pasion im në fakt janë libre, shkruaj. Unë komunikon në pasion e im në radio, është vetëm një mjetë për të komunikon në radio. Ju shkruani vetë? Unë shkruan disa artikë, disa kontribut për teme shqiptar, për teme geopolitike botërore, për aktualitet kulturore, në disa gazete belge, franceze dhe reviste. Kjo është kanë kontribute madhe nga Sakipi që ka kriju këtë radio, se ka mujtë më dhoni farë platformet për shqiptarët e Belgjikës edhe të Evropës. Radja ka kanë edhe si mas historisë shqipnisë edhe shqiptarë. Në mikrofonin e Johonës së Shqipes kanë kaluar personazhet më të rëndësishme të botës shqiptare, qoftë në fushën e artit, kulturës, politikës, diplomacisë, fesë, sportit, madje edhe të modës. Intervistat e Kadares kanë qenë të shpeshta, po ashtu nuk ka munguar prania në studion e kësaj radio e liderëve të politikës sonë të gjitha ngjyrimeve dhe bindjeve, Sali Berishës, Fatos Nanos, Aleksandër Meksit e shumë të tjerëve.
Duke qenë në shërbim të çështjes kombëtare, Radio Jehona e Shqipes ka qenë edhe organizatore shumë aktiviteteve dhe manifestimeve në mbrojtje të drejtave të kosovarëve, në veçanti pas ngjarjeve të vitit 81. Duke u kthyer në vite, gjatë zhvillimeve politike në bllokun e lindjes, radio e përqendroi vëmendjen në procesin e demokratizimit në Shqipëri. Kur filluan ndryshimet në Evropën lindore, ajo ishte në krye të manifestimeve antikomuniste dhe u bëri jehon zhvillimeve të kohës, si formimit të Partisë Demokratike, rrëzimit të bustit të diktatorit Hoxha, zgjedhjeve të para pluraliste në vend më 31 mars të 91-shit, ndërkohë që zgjedhjet e informuar dëgjuesit e radios Jehona e Shqipes për ecurin e zgjedhjeve e të tjera. Histoire, une véritable... c'est plus qu'un souvenir, c'est un moment d'émotion pour moi. Et puis surtout, je me rends compte à quel point j'ai eu de la chance, après la chute du mur de Berlin, de rencontrer cette équipe qui animait les radios albanaises, et puis de pouvoir être sensibilisé à ce qui se passait dans le reste de l'Europe orientale. Et il m'a donné l'envie de mettre les pieds en Albanie. Et il se fait que j'étais le premier journaliste de télévision à travailler pour un journal télévisé, aller en Albanie. À la suite de cela, les reportages ont ému, nous y sommes retournés avec mon épouse, nous avons lancé une opération d'aide humanitaire et voilà, c'est un pan de ma vie qu'aujourd'hui nous allons d'une certaine façon commémorer. Cette équipe est un ami et bien sûr qu'il a aidé, la radio a permis de prendre conscience de la présence d'une communauté albanaise ici en Belgique, parce que beaucoup de Belges l'ignoraient. Et grâce à cette radio aussi, elle a permis aux Belges de s'intéresser à tout le processus démocratique non seulement de l'Albanie, et plus largement aussi jusqu'il y a une dizaine d'années avec la situation au Kosovo. Je pense que c'était un rôle déterminant
oui, vraiment de prise de conscience et aussi d'intégration, parce qu'il y avait l'effet miroir. À travers cette prise de conscience, c'était aussi l'intégration de la communauté albanaise et du Kosovo ici en Belgique. I'm very, very pleased to be here to celebrate the 25th anniversary of the Albanian radio in Brussels, which I think has been a very, very important factor for the Albanian community in Belgium. I know that over the years it has held them together, it has enabled people to find out what's been going on in the country, and has been an enormous resource for the diaspora, the Albanian community in Belgium. For myself, I have many Albanian friends, and I find an enormous amount of pleasure being with the Albanian friends that I have here. I find them incredibly friendly and open and honest, and very different from the image that Albanian people sometimes have, unfortunately, in Western Europe and in the UK, where I come from. And so as a journalist, I have tried often to counter some of the lies and stereotypes that are broadcast and published about Albanians, and really to tell the truth about the Albanian community and about the country itself. 25 vjet pas themelimit, Radio Jehona e Shqipes vazhdon të jetë një institucion i fortë i identitetit kombëtar dhe një pikë takimi për të gjithë intelektualët e veprimtarët shqiptar të komunitetit dhe më gjerë e të gjithë brezave të emigrimit. Pas rënies së komunizmit në Shqipëri dhe shpalljes së pavarësisë së Kosovës, platforma e Jehonës së Shqipes është koncentruar në çështjet e integrimit dhe më së shumti, si vektor promovimi i këtij misioni, është përcaktuar kultura. Realisht, tefta unë në vitin 91, për herë të parë kur vija në Belgjik, pasi këtu në Belgjik s'kishim pas rastas me ansamblin e këngëve të vallëve që të vinim, pasi s'kishim ato marrëdhëniet diplomatike mes Belgjikës dhe Shqipërisë. Gjej këtë stacion në radioje, që mu më duket atëherë shumë interesante dhe vazhdon më duket me shumë vlerë, për arsye sepse kjo jetoj dhe sot festoj 25 vjetorin. Unë në atë studio të vogël që mezi e prisin bashkëdetarët të ngjojë një fjalë shqip, një fjalë një të ardhur i rishtas nga Shqipëria, pasi çdo lloj informacioni ishte me pikatore ose vesh më vesh, pasi edhe mjetet e komunikimit mungonin, ishte shumë interesante. Më shumë prisnin njerëzit sa dëgjonin në radio në shtëpi, po pastaj disa të tjerë vinin me vrap me vetura kur do të zbristim në shkallët që do mbaronte emisioni edhe të na takonin për jashta. Domethënë, sa nga ana vizuale ose nga ana e takimit konkretisht dorë për dorë, aq edhe me çmalljen me këngën edhe me intervistën që jepin këtë radio. Faleminderit. Që në fillimet tona që kemi arritur në Belgjik, kemi marrë kontakt pak sa rastisht, por se duket që edhe domosdoshmëria ajo rasti. Aktiviteti jonë këtu ka qenë vërtetësisht i frymzuar nga ky organizatori kësaj radio, Sakip Skepi, i cili na ka befasu me dëshirën e tij të madhe, për kushtimin e madh që ka bërë për ta mbajtur radio, se ka qenë ndoshta për mendimin tonë fillim, mendoshim se është e mundur që të japësh kontribut në këto kushte, pa ndim, pa gjë, por vullneti dhe pasioni gjithmonë ka përcejnë edhe vështirësitë. Dhe Sakipi ja ka dalë në krye, brava i qoftë. Arian, ju jeni një çift artistësh, ju akrobat e shpresa aktore. Çfarë keni sjellë në këtë radio? Po, në këtë radio unë më tepër kam kontribu si regjizor, sepse me aktivitetin që bërën fillimisht në Bruxelles, ndërtuam disa spektakle. Do të thënë spektakle sigurisht të karakterit patriotik për të frymzuar më tepër lidhur edhe me kushtet e ndryshimeve që ndodhen në atë kohë në Shqipëri, qoftë edhe për predispozitën për të kontribuar në rrethanat e Kosovës. Kështu që gjithë aktiviteti u përqendrua në spektakle dhe materialet e spektakleve pastaj kaluan në radio. Ndërkohë shpresa, kontributi i saj ku ka qenë në radio? Po në radio vazhdimisht është aktivizuar me këto, me poezi të ndryshme, ose kur kanë ardhur artistë ndryshëm, ose me Bega, ato krahas materialit, do me thanë të natyrës të poezive, kanë trajtuar dhe çështjet e humorit, po me një sens që i përshtatet rrethanave apo, si të thush, psikologjisë të ambientit ku jetum fillimisht.
Zhvillimet e teknologjisë informative kanë bërë që roli radios nga kombëtarit të kthehet në komunitar, por puna vazhdon me të njëjtin pasion nga iniciatori i krijimit Sakip Skepi, ekspert në sigurime dhe kredi bankare. Ai vlerëson mjaft punën e bashkëpunëtores më të re, Elona Zhana, vajza nga Tropoja. Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në valë 105.4 MHz me radion tuaj, Radio Jehona e Shqipës, që është pranë jush tash e 25 vjet. Atëherë, siç e dini tashmë në 2 orë në transmetimin ton do të jemi me ju me muzikë të zgjedhur nga të gjitha trojet shqiptare, do të kemi edicionin informativ, do të kemi kronikën kulturore dhe surprizat të tjera, pra qëndroni me ne. Sipas tij, ajo i ka sjell radios një zë të ëmbël femre, dimensionin e integrimit, inteligjencën dhe padyshim gjuhën standarde. Por çfarë thot vetë Elona? I mërgjimtarëve, çfarë mendon se ka sjell ndryshe në këtë radio? Po, në fakt, realisht jam bashkangjitur ekipit të Radios Jehona e Shqipës përpara 4 vitesh, sepse që në atë kohë e konsideroja si një institucion kulturor të komunitetit shqiptar të Belgjikës, për të mos thënë të vetëm një institucion të njohur kulturor të këtij komuniteti. Atëherë është e vërtetë që konteksti historik, social, kulturor ka ndërruar, tashmë Shqipëria ka ikur nga komunizmi, pra mori komunizmit ka rënë, Kosova po ashtu po njihet, po shkon drejt pavarësisë së plot, dhe konteksti social ka ndryshuar, ndoshta mund të bëjmë më shumë theksin tek ruajtja dhe vazhdimësia e kulturës shqiptare. Elona Zhana e diplomuar në marrëdhënie me publikun, ka magjistruar në Fakultetin e Shkencave Politike, Sociale dhe Ekonomike në Bruksel, ku dhe aktualisht të vazhdon një doktoraturë. Elona Zhana punon në administratën qendrore të Brukselit në sektorin e menaxhimit të burimeve njerëzore. Në komunitetin e këtushëm është e njohur përmes gazetës Albania si koordinatore e saj dhe njërazi si shkrimtare dhe përkthyese. Një tjetër i ri nga Shqipëria, drejtues aktiv i radios, është edhe Genti Metaj. Një mesazh urimi për 25 vjetorin e Jehonës së Shqipës u përsoll në sallë edhe nga presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bamir Topi, i cili ndër të tjera theksoi: Unë pata një kënaqësi të veçantë kur informova që duhet të intervistohem për të bërë një përshëndetje për radion e mirënjohur në Belgjik, Jehona e Shqipës. Themi mirënjohur sepse kthe kam jo vetëm i bazën e informacioneve, por edhe me një bashkëpunim të drejt për drejt me këtë radio dhe me drejtuesin e saj, zotin Skepi. Dhe unë në këtë ditë shënuar dëshiroj t'i uroj kësaj radioje, që është në 25 vjetorin e themelimit të saj, sukses. Dhe natyrisht t'i uroj jetë gjatë, kur ndjej më së nevojshme që shqiptarët në emigracion në Belgjik të merrnin një informacion, jo nga ai lloj informacioni që vinte nga makineria e propagandës komuniste, por një informacion real, alternativ, dhe për të bërë të mundur që në Belgjik të ekspozosh një imazh real i shqiptarëve të vërtetë. Mbas vitit 90, kjo radio ka shoqëruar ngjarjet më të rëndësishme. Kthimin e demokracisë në Shqipëri, por edhe ngjarjet që kanë shoqëruar Shqipërinë drejt integrimit në NATO dhe të gjithë rrugës që ka përshkruar Shqipëria drejt Bashkimit Evropian. Besoj është një simbolikë e veçantë që kjo radio zhvillon aktivitetin në një qytet që ka dopjo simbolik. Është qytet ku është vendosur administrata e Bashkimit Evropian, por është edhe selia e NATO-s. Pra janë 2 institucione të rëndësishme ku Shqipëria ka përmbushur gjysmën e parë, pra është vend antar i NATO-s, dhe besojmë shpejt do të jemi edhe antar të Bashkimit Evropian. Kështu që pa diskutim kjo radio ka influencuar ndjeshëm për të mbajtur të gjallë gjuhën shqipe, për të mbajtur të gjallë informacionin e rëndësishëm politik, por edhe informacionin e ditës, që është aq i vlefshëm për emigracionin, por për ta bërë prezent edhe në Belgjik të gjithë situatën që vjen nga Shqipëria, por edhe nga viset e tjera ku jetojnë shqiptarë. T'i uroj atyre jetë të gjatë
në familjet e tyre, por edhe jetë gjatë profesionale në misionin e rëndësishëm që ka media për të përcjellë tek publiku vlerat më të mira që kanë të bëjnë me shoqërinë shqiptare. Në aktivitetin kushtuar 25 vjetorit të radios ishin pranishëm ambasadori e Shqipërisë pranë Bashkimit Evropian, zonja Mimoza Halimi, zoti Ilir Dugolli, ambasadori i Republikës së Kosovës në Belgjik, zoti Muhamet Halili, ambasadori i Maqedonisë pranë Mbretërisë së Belgjikës, ambasadori i komunitetit flamand pranë Bashkimit Evropian, zoti Aksel Byis, si dhe gazetar, kontribues të fushave të ndryshme të mërgatës së vjetër e të re në këtë radio. Për ata që kanë kontribuar ndër vite për mbarvajtjen e transmetimit radiofonik të komunitetit, u shpërndan certifikata mirënjohjeje. Pas historisë radios, radha do të vinte artistëve. Aktoria e mirënjohur Shpresa Brdëllime, e cila për rreth të 2 dekada jeton në Bruksel, është pjesë aktive e kësaj radioje me fjalën artistike. Në këtë mbrëmje festive, për zgjedhje e saj për pjesëmarrësit ishte e poezia e Dritroa Gollit, Poçari. Interpretimi i poezisë së mrekullueshme të shkrimtarit madh emocionoi të pranishmit në sallë, tek të cilët përcjellja e gjuhës shqipe tek fëmijët e lindur dhe të rritur në diasporë mbetet një përgjegjësi për mos asimilim. Jam shqiptar, shqip vëlla, ti sham edhe një herë. Fjala shqipe zbrihet në pazar, në dyqan, ka vjerë që se kam vjerë. Fjala shqipe zbrihet në pazar. Recitimi i Brdëllimës do të pasojë nga zëri fuqishëm i Arif Vladit me këngët patriotike. Edhe ai tashmë është pjesë e diasporës, por gjithnjë aktiv në jetën kulturore të saj. Në festimin e 25 vjetorit radios, përfaqësuesit e shoqatave shqiptaro-belge pranë Mbretërisë së Belgjikës i drejtuan një kërkesë presidentit të Republikës së Shqipërisë, zotit Bamir Topi, për dekorimin apo dhënien e një titulli nga ana e shtetit shqiptar, zotit Sakip Skepi, që ka mbajtur gjallë zërin shqip në kryeqytetin e Evropës për gjatë një çerek shekulli. Dhe historia e radios si jehona e Shqipes nuk do të mbyllet këtu. Gjuha e lashtë dhe bukur shqipe, zëri shqip, do të vazhdoj të flasë këtu në Bruksel për vlerat, traditat dhe kulturën shqiptare, për integrimin e bashkëkombësve tanë, në shoqërinë që kanë zgjedhur të jetojnë të punojnë, por jo asimilimin. Jehovë sa më gjatë zëri shqipes.